para të muajit Dhul-Hijja, të muajit Tajit, janë jashtëzakonisht të vlefshme te Allahu Azza wa Jall. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, nuk ka ditë në të cilat Allahu i dën punë të mira ma shumë se sa në këto ditë. Njëri për shokëve ka thënë ja Rasulullah, as jihadi për hir të Allahut nuk është më i dashur te Allahu se sa puna e mirë në këto ditë? Ka thënë Muhamedi alayhi salam, as jihadi. Përveç dikush i cili del me pasurinë e tina dhe me veten e tina edhe nuk kthehet me kurrë hiç, ky ka bani punë më dashur te Allahu se sa punë të mira në këto 10 ditë. Kur janë këto 10 ditë? Këto 10 ditë si të prarën dielli ditën e martë në mbrëmje, si të prarën dielli, ka hi dita e mërkurë, prej të mërkurës deri ditën e Bajramit, bashkë me ditën e Bajramit, këto janë ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Në qëto, çka gjajsh prej punëve të hajrit puna, çka gjajsh? Ndash saleh, ndash zeqat, ndash dhikr. Dhikri është puna më e mirë që ki mundësi me bën këto 10 ditë. Që ka thënë Allah Azza wa Jall, litukebirullah, me madhrua Allahun Azza wa Jall. Këto ditë o musliman, në përgjithësi, janë më të vlefshme se sa ditë e fundit të muajit Ramadan. Për shembull, nëse ti i ke dhënë në 10 ditë e fundit muajit Ramadan 5 euro, 5 franga sadaka, edhe i ke dhënë këto 10 ditë. Ku është më mirë? Këto 10 ditë. I ke falë atje 2 rekate në 10 ditë e fundit muajit Ramadan, i ke falë në këto 10 ditë 2 rekate, këto është më mirë. Njerëzit nuk i njohin këto 10 ditë, ama janë njerëz zakonisht të vlefshme te Allahu Azza wa Jall. Sinat, veç sinat. 10 ditë e fundit Ramadan, sinat janë më të vlefshme se sa këto. Si ditë ose nëse thua edhe si komplet 24 orë, ditë edhe natë bashkë, cilat janë më të vlefshme? 10 ditë e fundit Ramadan apo 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja janë më të vlefshme 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja si 24 orë nëse e këshyr, ose edhe si ditë nëse e këshyr. Edhe e fundit, maja me këta, dita e Bajramit. Nëse dita e Bajramit është një ditë para ditës shumë mirë me agjëru. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, shpresoj te Allahu që falen gjinahet e vitit kalum edhe gjinahet e vitit që vjen. Para mendohet tash, nëse e agjeron ditën e Arafatit, ka thënë Muhamedi alayhi salam, të falë Allahu gjinahet e vitit që kanë shku edhe gjinahet e vitit që vjen.